Zjarri që shkrumboi 30 apartamente tek pallati 12 katësh pranë zonës së njohur si Farmacia 10 dyshohet të jetë shkaktuar nga pakujdesja e të miturve. Mësoj se grupi hetimor ka administruar pamjet e kamerave të sigurisë të disa bizneseve përreth dhe në video shfaqen 5 fëmijë të mitur që qëndrojnë për disa minuta në pjesën e pasme të marketit. Më pas, 2 prej tyre largohen duke mbajtur në duar një objekt të paqartë. Dyshohet të jetë bisht cigareje, të cilin e hedhin mbi disa kuti kartoni të vendosura jashtë marketit dhe largohen. Vetëm pak minuta më vonë në të njëjtin vend shfaqet tym, që shumë shpejt zhndërrohet në flak dhe përhapet me shpejtësi në fasadën e pallatit, duke shkaktuar dëme të shumta. Policia ka arrestuar 4 persona, të dyshuar për veprat penale shkatrimi pronës nga pakujdesia dhe shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë, ndërkohë 4 persona të tjerë janë proceduar penalisht dhe janë nën hetim. Të arrestuarit nuk kanë pranuar akuzat dhe janë shprehur se nuk kanë lidhje me zjarrin. Burime brenda sistemit doganor dhe administratës kanë bërë me dije për pamfletin skemën e përdorur nga qeveria dhe drejtuesit e doganës së përgjithshme për të vendosur urritjen e Rion Riçku në krye të degës doganore të Tiranës pas një garë reale dhe duke shkelur të gjitha procedurat e rekrutimit. Fakti është ky. Në faqen zyrtare të Departamentit Administratës Publike është publikuar shpallja numër 7568 për kryetar të degës doganore e Tiranë, por kjo nuk është një garë e vërtet. Është një punë e mbaruar më parë, e qepur fiks për Rion Riçkun. Procedura bëhet vetëm sa përsye faqe për t'i dhënë një paletra të rregullta një vendimi të marrë në hije. Këto e tregojnë hapat kronologjik. Së pari, rreth një muaj para se të hapej shpallja, Rion Riçku transferohet në pozicionin e përgjegjësit të sektorit të apelimit dhe ankimimit pranë drejtorisë së përgjithshme të doganave, një lëvizje paralele, pa konkurs, pa bujë. Së dyti, menjëherë pas këtij transferimi, ai caktohet kryetari deleguar i degës doganore Tiranë. Pra pas një garë, ai tashmë po drejton degën më të madhe doganore të vendit, aty ku kalon pjesa dërmuese e importeve dhe eksporteve shqiptare. Së treti, vetëm pasi e kanë ulur tashmë në karrige, hapet shpallja numër 7568 për ta bërë këtë pozicion të përhershëm. Fillimisht e vendosin në detyrë, pastaj hapin garën që ta bëjnë me letra të rregullta. Pamfleti informohet se Enea Frederik Hoti, i njohur si Ogiçi Ongjëll Agaçit dhe Bledar Çuçit, pritet të emërohet sekretari i përgjithshëm i KQZ-s pas një karriere të tërë në Ministrinë e Çuçit, ku firmosi tender të vjedhur prej 10 milionë eurosh, dhënie toke me koncesione dhe zhvatje fondesh. Hoti kaloi nga kryeministria në Ministrinë e Bujqësisë e më pas në ato të brendshme, duke lënë pas një varg abuzimesh, përfshirë 32 milionë euro tender të vaksinimeve, 660 hektar tokë publike të koncesionuara dhe 180 milionë euro abuzime në Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara. Tani, me dakordsinë e kryetarit të KQZ-s, Ilirian Celibashi, ai po shpërblehet me një post kyç për të firmosur pazaret e reja. Kryeministri Edi Rama do të vizitojë ditën e sotme më 16 prill vendin fqinj italien. Kreu i qeverisë shqiptare mësoi se do të zhvillojë një takim me homologen e tij italiane Giorgia Meloni. Takimi pritet të nisë në orën 15 në Palazzo Chigi. Kryeministri shqiptar Rama njihet për raportin e veçantë me homologen e tij italiane Giorgia Meloni. Dy liderët vazhdojnë që të bashkëpunojnë në fusha të ndryshme në interes të dy vendeve. Në nëntor 2025 u mbajt një takim i përbashkët mes qeverisë së Shqipërisë dhe Italisë, si Meloni ashtu edhe Rama e konsideruan bashkëpunimin mes palëve si historik. Kreu demokrat Sali Berisha ju rikthye akuzave në drejtim të Ervin Sali Anjit, të cilin e ka përjashtuar nga strukturat e PD-s me pretendimin se ka bashkëpunuar me element kriminal. Berisha tha se kjo është vija e kuqe për cilën demokratët nuk mund të heshtin, ndërsa theksoi se askush nuk do të përjashtohej nga PD për mendimin ndryshe. Në takimin me strukturat, Berisha u shpreh se Sali Anji drekonte me Ergys Agasin në një kohë kur ky i fundit sulmoi dhe akuzoi nga kreu demokrat. Në fjalën e tij, kreu demokrat ka bërë një analizë të gjithë atyre që u përjashtuan në javët e fundit nga strukturat e PD-s, duke i akuzuar se kanë punuar për kundërshtarët në zgjedhjet e fundit parlamentare. Në anën tjetër, ish deputeti demokrat Ervin Sali Anji konsideron se metodat të vjetra akuzat e Berishës, ndërsa shton se nuk e frikson. Sali Anji akuzon Berishën se ka frikë nga gara në PD. Presidenti i SBA Donald Trump ka rritur tensionet me rezervën federale duke kërcënuar sërish se do të shkarkojë kryetarin e saj, Jerome Powell, dhe duke refuzuar të ndalojë një hetim penal ndaj tij. Në një intervistë për Fox Business, Trump tha se nëse Powell nuk largohet në fund të mandatit të tij më 15 maj, ai do detyrohet ta shkarkojë. Powell nga ana tjetër ka bërë të ditur se mund të qëndrojë në bord
edhe pas përfundimit të mandatit si kryetar, veçanërisht nëse pasardhësi i propozuar nga Trump, Kevin Walsh, nuk konfirmohet në kohë. Kjo situatë është komplikuar më tej nga fakti se disa senatorë republikan, të udhëhequr nga Tom Tillis, kanë sinjalizuar se nuk do të votojnë për konfirmimin e Walsh, derisa hetimi ndaj Powell të përfundojë. Hetimi penal lidhet me menaxhimin e një projekti rinovimi prej 2.5 miliard dollarësh të selisë së Bankës Qendrore në Washington. Trump ka insistuar se hetimi duhet vazhdojë për të zbuluar nëse ka pasur paaftësi, korrupsion apo të dyja. Të paktën 8 nxënës dhe një mësues kanë humbur jetën ndërsa disa të tjerë janë plagosur si pasojë e një sulmi me armë në një shkollë në jug të Turqisë. Sipas ministrit të Brendshëm Mustafa Çiftçi, ngjarja ka ndodhur në shkollën e mesme Ayser Çalik, në zonën e Kahramanmarashit, ku sipas autoriteteve 13 persona janë plagosur, 6 prej tyre në gjendje kritike. Autori i dyshuar, një 14 vjeçar dhe nxënësi i kësaj shkolle, ka mbetur gjithashtu i vrarë. Ai dyshohet se ka hyrë në 2 klasa i armatosur me 5 armë dhe 7 karikator. Sipas guvernatorit lokal Mykerem Ynlyer, armët i përkisnin babait të tij, një ish oficer policie, i cili është vënë në pranga. Motivi i sulmit të ndodhur të mërkurën mbetet ende i panjohur, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet. Në disa pamje të publikuara shihen persona që hidhen nga dritaret e katit të parë dhe largohen me vrap nga ambientet e shkollës gjatë momentit të shtonave. Është ndar nga jeta në moshën 87 vjeçare piktori i njohur Skënder Kamberi. Me një jetë të dedikuar artit, Kamberi është cilësuar si një nga penelat më të dalluar të pikturës shqiptare që shpreh fillimit të viteve 60. Disa vepra të tij, kryesisht kompozime, sot ndodhen në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë, përveç se në duart e mjaft koleksionistëve shqimatar të pikturës. Veprat e tij kanë kapërcyer edhe kufit me ekspozita në Egjipt, Francë, Angli, Turqi, Itali, Greqi e të tjerë. I lindur në Vlorë më 2 shkurt të vitit 1939, Skënder Kamberi mbaroi liceun artistik në vitin 1960 dhe vazhdoi Institutin e Lartë të Arteve, ku diplomua në vitin 1965. Në ato vite ai u kthye në vendlindje, u bashkë me piktorin Nestor Jonuzi, dha një kontribut të veçantë në përhapjen e gjerë të pikturës në qytet.